ekziston ende një grup i njerëzve që me dashuri plotë pa kompromis e mbrojnë Gjermaninë më shumë se vendin e lindjes, adhëun e vet, e kështu me radhë, pra kur me fol diçka për Gjermaninë e hongre. 75 vjeçare, për shkak se pensioni nuk mjafton për jetesën e vet, nga jeta asaj e punës ka qenë një periudhë kohës 5 vjeçare ku kjo ka qenë shumë smut, një prej aty në 5 vjetë ka qenë në koma kështu me radhë, nuk ka pagu mjaftueshëm sipas shtetit në kacën e pensionit dhe tani më e merr një pension jashtëzakonisht të vogël në Gjermani. Edhe detyrohet me 75 vjeç me vazhdu me punu me gra kamionin për me mujt me mbijetu. Unë po them, vendi me fronter, me mundësi të arta, është gjithmonë vendlindja jote. Ju do të thoni po mirë ti pse s'po kthehesh. Don Zoti, sa ta vë kulmin e shtëpisë. Se kom nis hala shtëpinë, po sa ta vë kulmin e shtëpisë. Është dita kur unë i palej sanat, nuk qëndroj më në këtë vend. Kaq.